الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Kur ka thënë Musa alayhi salatu wassalam shërbetorin e tij që ne do vazhdojemi ose unë do të vazhdoj udhëtimi derisa do arri bashkimi dy det ose do të vazhdoj gjithë jetën tim udhëtimi. Allahu xhaleshanu është duke treguar ngjarja Musa alayhi salatu wassalam bashkë me Yusha bin Nun, sipas transmetimi, që ishte shërbetori Musa alayhi salatu wassalam edhe me vonë vet profeti Banu Israilaj. Ndërkohë Allahu xhaleshanu na tregon, Imam Bukhari rahimahullah ka transmetuar që Musa alayhi salatu wassalam një herë ishte duke bërë ligjërata në kombin e tij, edhe ishte duke folur me shumë bindje i fortë, edhe ishte duke dhënë shumë detajet në dijen e tij, edhe tregonte shumë thelësia. Edhe një njeri duke çuditur nga dije që kishte, gjerësia dije, thelësia dije, informacion që kishte Musa alayhi salatu wassalam, bindje që kishte, ka marrë efekt, edhe ai ka ngritur mes hutba edhe ka bërë pyetje: o Musa alayhi salatu wassalam, aq dije i madhe që ke ti, aq dituri që ke ti, a ka dikush që është më tepër dietar nga ty në sipërfaqe tokë? Musa alayhi salatu wassalam që ishte dërguar Allahu xhaleshanu edhe nga 5 profetët më të mëdhaja që janë të zgjedhur nga Allahu xhaleshanu, që quhet ulul azmi min ar-rusul, 5 profetët të zgjedhura. Nga to Musa alayhi salatu wassalam, pas Muhammadur Rasulullah, pas Nuh alayhi salam, edhe pas Ibrahim Khalilullah, është 4 Musa alayhi salam. Ai ka thënë që jo, nuk ekziston një njeri më dietar i mua. Por kjo mënyra përgjigja tek Allahu xhaleshanu nuk pranohet nga profetët alayhimus salawatu wat taslim që kanë pozitat e lartë. Edhe rregulli, ose mund të themi ne adab, ose mund të themi moralet, është që profeti ose edhe ne, kur pyetet dikush nga ne që kush është dietari më i madh nga ty, dikush në këtë vendi ose në qytetin e filani ose në bota, nuk do të tregojmë unë, do të tregojmë që dije plot ka vetëm Allahu madhruar. Ne jemi njerëzit edhe dije janë mangësia, edhe plot dije vetëm Allahu xhaleshanu ka, edhe pas mirësia Allahu xhaleshanu, Allahu mua ka dhënë diçka dije, edhe sipas dije im në këtë fusha unë kam më tepër informacion nga tjera. Kjo është morali. Po Musa alayhi salam kur ka thënë unë nuk ka një tjetër, atëherë Allahu xhaleshanu me njëherë ka e shpallur tek Musa alayhi salatu wassalam për të mësuar adab edhe për të treguar që mbi çdo dietari ka një dietar. Allahu xhaleshanu ka thënë: o Musa, është një rob im që qëndron mes det, edhe ai ka një diçka dije më tepër nga dije jot, edhe është një dije veçantë nga dije jot. Ti ke dije sharia, halal dhe haram, kurse ai robi im ka dije për natura, për organizmi e botës, kur njerëzit humbit rruga, kur njerëzit marrin një diçka, biznesi, tregtia, çfarë do të gjërat, ai ka dije plot, ne kemi dhënë atë dije veçantë. Ky ishte një gjë që e kishte tregimi shpalljes, edhe Musa alayhi salatu wassalam profet që për herë është etur për dije, se ai është zanës për herë, se ai fiton dije nga Xhibrili alayhi salatu wassalam, ashtu kur gjen ai një burim që firani ka dije më shumë edhe dije i saktë, dije profet, atëherë ai ka me njëherë ka pyetur Allahu xhaleshanu: Allah, ku është ai robi jot që ka një dije veçantë dhe më tepër nga mua, se duhet fitoj dije ti unë.
me njëherë ka kërkuar nga Allahu Gjeleshanu edhe Allahu Gjeleshanu ka të reguar që ai jeton në mes det, jeton në det, në ujë, vendi bashkimi dy detët. Para sa të regojmë detaj udhëtimi Musa a.s. Tu Allahu Gjeleshanu është duke të reguar, mufassirin kanë të reguar një diçka shumë e veçantë, që kur jehudet kanë bërë pyetja tek profeti a.s. duke bërë dërmësia një delegacioni arab, që pyet një ati personi, dhe më thënë profetin a.s. që kush janë ato djemë që janë humbur edhe nuk kanë informacion për njerëzit i shpelësh, ashabul kahf, edhe bëjnë pyetje për i shpirti, edhe bëjnë pyetje për Zulkarnenit, që kush është. Atëherë dërguar Allahu Gjeleshanu nuk ka dhënë me njëherë përgjigja, po ka thënë, unë do t'ja përgjigja nesër. Edhe pastaj ne dim që ajo shpallje është të vonuar, siç kemi shpjeguar në fillim ajetet e suratul Kahf, 2 javë afërsisht. Atëherë ato kanë talur me profeti a.s. që si është ky profeti që nuk ka dije. Edhe Allahu Gjeleshanu në këtë sura është duke të reguar që dije plot vetëm Allahu Gjeleshanu ka. Ju jehud që keni bërë këtë pyetja, gjitha informacion ju keni marrë nga Musa a.s. Edhe vetë Musa a.s. nuk kishte dije plot. Prandaj Musa a.s. është nevojtar ta bën një udhëtimi për të fituar dije tek Hizri, ashtu siç kanë shpjeguar mufassirinët. Atë nuk ka për të qeshur për Muhammedur Rasulullah s.a.s. ose për të talur. Ashtu siç Muhammedur Rasulullah s.a.s. vetë nuk thot që unë jam burimi dije. Ai thot që burimi dije është nga Allahu madhruar. Ai ka dije, edhe kur ai mua sjell shpallje, atëherë unë marr dije edhe unë i shpjegoj juve, jap përgjigja. Ashtu edhe Musa a.s. ishte, që ai nuk kishte dije plot, edhe ai kishte mangësinë në dijen e tij, edhe ai ka marr dije nga njerëzit në dunja që kishin diçka dije më tepër nga vetë. Ashtu Allahu Gjeleshanu është duke të reguar këtë gjarje në suratul Kahf, të kuptojnë ahlul kitab, jehudet veçantërisht, që mos qeshni me Muhammedur Rasulullah s.a.s. si që Muhammedur Rasulullah s.a.s. merte edhe ishte në pritje kur vinte shpallja nga Allahu Gjeleshanu, atëherë ai jepte përgjigja. Ashtu Musa a.s. është e pyetur diçka, edhe mes kombe ti është pyetur, edhe Musa a.s. ka bërë një udhëtim i veçantë për të fituar dije. Dhe këtë ngjarje është treguar edhe në Taurat. Prandaj nuk mohojnë dot jehudet që Musa a.s. ka bërë këtë udhëtimi. Ky ishte një urtësi e madhe nga Allahu madhruar, që Allahu Gjeleshanu është duke të reguar. Prandaj kjo është shumë urtësi e madhe që Allahu Gjeleshanu na tregon këtë ngjarje në suratul Kahf. Edhe kjo është mësim për ahlul kitab, për jehudet, që Muhammedur Rasulullah s.a.s. është profeti e vërtet. Se kjo ngjarje Muhammedur Rasulullah s.a.s. nuk ka bërë studimi të vërtetit. Edhe nëse ka bërë prap, aq detaj si ka treguar Allahu Gjeleshanu, që në atë udhëtimi çfarë ka ndodhur me Musa a.s. Me aq bindje që ka treguar Kurani, ahlul kitab nuk kishin. Kurani ka treguar 3 shembull, edhe ka treguar me shumë detaj, edhe pastaj edhe urtësia atyre ka treguar, që pse kishte ndodhur këtë ngjarje. Kjo dije që ka thënë Kurani ka lënë pa përgjigjur, ka lënë heshtur jehudëve, edhe ka ngelur gjuha atyre mbyllur, edhe janë habitur nga dije që ka thënë Muhammedur Rasulullah s.a.s. Alhamdulillah, ne falenderojmë Allahu Gjeleshanu që Allahu na ka sjellur që jemi nga ummeti Profetit alayhis salam. Sot vetëm në këtë mejlisi këtë, inshallah do të vazhdojmë në ditët e ardhshme tafsiri ajet tjerëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.